Kombëtarja shqiptare vazhdon të konfirmojë rritjen e saj jo vetëm në fushën e lojës, por edhe në aspektin ekonomik. Sipas të dhënave të fundit të vlerave të tregut, Kuqezind ka një vlerë të përgjithshme prej 88.8 milionë eurosh. Mes fusha rezulton reparti më i kushtueshëm i ekipit, ndërsa disa prej futbollistëve më të rinj të kombëtarës vijojnë të rrisin ndjeshëm vlerën e tyre në tregun evropian. Në krye të listës qëndron Anis Mehmeti, i cili është aktualisht lojtari më i shtrenjtë i skuadrës, ndërsa në fund të renditjes gjenden futbollistë me eksperiencë dhe role më të kufizuara në përfaqësuese. Më të shtrenjtët. Në krye të listës së futbollistëve më të vefshëm të kombëtarës shqiptare renditet Anis Mehmeti me një vlerë tregu prej 15 milionë eurosh. Sulmuesi i krahut dhe mesfushori ofensiv po kalon një moment të rëndësishëm në karrierë dhe konsiderohet aktualisht aseti më i kushtueshëm i kuqezimve. Pas tij vjen Kristian Aslani me 12 milionë euro. Mesfushori organizator mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe një nga emrat me potencialin më të madh për të rritur më tej vlerën në vitet e ardhshme. Podiumi plotësohet me sulmuesi Mirlind Daku me 9 milionë euro, i cili ka fituar terren fal paraqitjeve të mira dhe golave të shënuar. Më pas vin Mario Mitaj me 6 milionë euro dhe Armando Broja me 5 milionë euro. Lista e 10 futbollistëve më të shtrenjtë plotësohet në Luis Hasa dhe Kristian Shpendi me nga 4.5 milionë euro secili, ndërsa Berat Gjimshiti dhe Myrto Uzuni vlerësohen me nga 4 milionë euro. Në vendet pasuese renditen Julian Shehu me 3.5 milionë euro. Vlerat më të ulta. Në anën tjetër të renditjes gjenden lojtarët me vlerat më modeste të tregut. Mbrojtësi Naser Ali rezulton futbollistin me vlerën më të ulët me emrave të paraqitur me 300.000 euro, pastaj renditet portieri Panoqirko me 400.000 euro, Simon Simoni, Arlinda Jeti dhe Bujar Plana kanë secili nga 600.000 euro vlerë tregu, ndërsa portieri Alen Sherri vlerësohet me 800.000 euro. Këto shifra nuk reflektojnë të mosdoshmërisht rëndësinë e tyre në grup, por lidhen kryesisht me moshën, kampionatin ku aktivizohen dhe perspektivën e shitjes në tregun ndërkombëtar të transferimeve. Vlera sipas reparteve. Analiza e skuadrës sipas reparteve tregon qartë se forca ekonomike e kombëtares shqiptare ndodhet në mesfush. Ky repart ka një vlerë totale prej 43.6 milionë eurosh, duke përbërë pothuajse gjysmën e vlerës së përgjithshme të ekipit. Sulmi renditeti tyti me 26.9 milionë euro fal emrave si Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Kristian Shpendi. Kjo tregon se Shqipëria ka ndërtuar një repart ofensiv me potencial të konsiderueshëm për të ardhmen. Mbrojtja ka një vlerë totale për 16.5 milionë eurosh, ku peshën kryesore e mbajnë Mario Mitaj dhe kapiteni Berat Gjimshiti, ndërkohë portierët profesorë repartin me vlerën më të ulët me vetëm 1.8 milionë euro në total. Kur analizohet përbërja kombëtares shqiptare nga aspekti financiar, bie në sy dominimi mes fushës e cila profeson repartin më të vlefshëm të skuadrës. Futbollistët e këtij sektori arrin një vlerë totale prej 43.6 milionë eurosh, gati gjysma e gjithë vlerës së ekipit. Pranija e emrave si Anis Mehmeti, Kristian Aslani dhe Luis Hasa ka bërë që mes fushat të jetë zemra jo vetëm e lojës së kuqezimve, por edhe pasurisë së tyre në tregun e transferimeve. Pas mes fushës vjen reparti ofensiv, i cili kap shifrën e 26.9 milionë eurove. Sulmi shqiptar vazhdon të mbështetet e lojtarë me potencial dhe eksperiencë, ku spikasin Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Kristian Shpendi. Vlera e lartë e këtij reparti tregon se Shqipëria disponon në alternativa cilësore në fazën sulmuese të lojtarë që mbeten të kërkuar në tregun evropian. Mbrojtja renditet e treta me një vlerë totale për 16.5 milionë eurosh. Pjesa më e madhe kësaj shifre mbështetet e Mario Mitaj dhe kapiteni Berat Gjimshiti, dy futbollistë që përfaqësojnë siguri dhe eksperiencë në prapavi. Edhe pse mbrojtja nuk arrin nivelet e mesfushës dhe sulmit në aspektin ekonomik, ajo mbetet një nga pikat më të qëndrueshme të skuadrës kombëtare. Në fund qëndrojnë portierët me një vlerë të përgjithshme prej 1.8 milionë eurosh. Alen Sherri, Simon Simoni dhe Panoqirko formojnë repartin me vlerën më të ulët në ekip, megjithatë diferenca financiare nuk pasqyron domosdoshmërisht rëndësinë e tyre në fushë. Në total, kombëtarja shqiptare arrin vlerën e 88.8 milionë eurove, ndërsa mosha mesatare prej 27.4 vjeç tregon se kuqezinjtë kanë arritur një ekuilibër mes eksperiencës dhe potencialit për të arritur më tej vlerën e tyre në vitet e ardhshme. Në ndeshjet e shtatorit me shumë qasa do të ketë afrime të reja ku priten lojtarë që mund të debutojnë, dhe shanset janë që vlera kombëtares në treg do ullet për shkak se mund të vinë lojtarë të rinj në moshë dhe që ende nuk janë konfirmuar.